Hej, përshëndetje nga unë Margarita. Të refuzosh zhvillimin nuk do të thot vetëm të refuzosh të mësosh diçka të re në jetën tënde, por do të thot të zgjedhësh të qëndrosh në një vend edhe kur ti e di që brenda teje ka më shumë potencial. Të refuzosh zhvillimin është të qëndrosh në atë zonën tënde të rehatisë, jo sepse ti je e lumtur aty, por sepse ti ke frikë nga e panjohura. Është njësoj si kur të thuash, jam mirë kështu siç jam. Kur në të vërtetë shpirti yt për brenda po kërkon rritje. Kur refuzojmë zhvillimin, refuzojmë mundësinë për të qenë versioni më i mirë i vetes tonë. Refuzojmë sfidat që na formojnë. Refuzojmë gabimet që na mësojnë. Dhe më kryesorja nga të gjitha, refuzojmë ndryshimet që mezi presim sepse na çlirojnë. Zhvillimi kërkon guxim, kërkon ti pranosh ato që ti kujton se i di të gjitha. Ti jesh i gatshëm ama të mësosh. Zhvillimi kërkon të largosh nga mentaliteti i viktimës dhe të marrësh përgjegjësinë tënde për veten dhe për jetën tënde. Dhe pse jo, të bëhesh një ditë bos i vetes tënde. Çdo herë që ti i thua jo rritjes, ti po i thua po bllokimit tënd. Por jeta nuk të shpërblen kur ti qëndron në vend. Jeta shpërblen ata që guxojnë të rriten, të zhvillohen. Zhvillimi nuk është luks. Zhvillimi është përgjegjësi ndaj vetes. Përgjegjësi ndaj atyre ëndrave tona, si edhe ndaj jetës që ne meritojmë të jetojmë. Pra, do zgjedhësh zhvillimin apo qëndrimin në vend dhe bashkë me to edhe rrënjosjen? Mendojeni mirë. Dhe më shkruani nëse doni të ecni përpara. Mirupafshim nga unë, Margarita.